Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë një rrëfim, një letër tjetër që mua më ka mbritur në emailin tim. Më besoni që kjo që do të dëgjoni nuk është një letër e thjeshtë. Është një letër e dhimbshme. Janë lotët e një nënës trashëguar tek një nën tjetër. Do të thoni si, do të befasoni, por më besoni që është e tmerrshme. Quhem Eliona, sot jam 42 vjeçe dhe prej më shumë se 10 vitesh jetoj me një plagë që në të vërtet nuk mbyllet kurrë. Çdo mëngjes zgjohem me të njëjtin mendim dhe çdo natë fle me të njëjtën dhimbje. Nuk e di ku ndodhet djali im. Po e tregoj këtë histori sepse ndoshta diku edhe dikush mund ta njehti mbirin. Ndoshta dikush edhe mund ta ketë parë. Ose ndoshta një nën tjetër do ta kuptoj se sa e rëndë është të lësh fëmijën në duart e të tjerëve, edhe kur ata në këtë mes janë gjaku yt. Isha vetëm 22 vjeçe kur e linda djalin tim. Ishte fëmia më i bukur që kisha parë ndonjëherë. Kur e mora për herë të parë në krah, mendova se Zoti më kishte dhënë të gjithë botën. Por jeta ime nuk ishte si nëpër filma. Buri më la sapo mori vesh që isha shtatzën. Më tha se nuk ishte gati për familje dhe iku pa kthyer kokën pas. Mbeta vetëm, pa punë, pa shtëpi timen. Jetonim te mami në një dhomë të vogël. Ajo punonte pastruese dhe mezi sillte bukën në shtëpi. Shpesh ndanim një copë djathtë në 3 pjesë dhe bënim sikur ishim të ngopur. Kur djali ishte 2 vjeç, fillova të dëgjoja për vajza që shkonin në Itali për punë. Disa punonin si kujdestare pleqësh, disa pastronin shtëpi, të gjithë thoshin të njëjtën fjalë. Shko për disa vite, bëj para dhe kthehu për fëmijën. Edhe unë ashtu mendova. Një natë i thash mamit, më ndihmo vetëm pak vite. Ta rrisim bashk, unë do punoj në Itali e do të dërgoj lek dhe do të kthehem. Mami qau, nuk donte që të ikja, por kur pa që nuk kishim zgjidhje, më tha, shko bia ime, unë do ta ruaj si sytë e balli djalin tënd. Atë natë kam fjetur me djalin në gjoks. Ai më përqafoi fort pa e ditur që të nesërmen do të largohesha. Nuk haroj kur, më tha. Mami mos ik. Më coptoi zemrën, por ika. Në Itali fillova punë tek një grua e moshuar, pastroja, gatuaja, laja, nuk flija pothuajse fare. Shpesh aja buk të thatë vetëm që të kurseja para për djalin tim. Çdo euro që fitoja e dërgoja krejt në Shqipëri. Në fillim mami më dërgonte video të djalit. E shihja duke qeshur, duke vrapuar në probore. Çdo natë qaja nga malli, numëroja ditët kur që të kthehesha. Por pas 2 vitesh, diçka ndryshoi. Mami filloi të më fliste më ftohtë. Telefonatat u bën më të ralla, kur kërkoja djalin, ime më gjente justifikime. Më thonte që po fle, më thonte që ka dalë dhe më thonte që nuk ndjet mirë. Një ditë e dëgjova në sfond duke qarë dhe duke thënë dua mamin tim. Zemra më ra në tokë, i thash mamit po vi. Por ai u nervozua, mos e lër punën, për kë po sakrifikon. Nuk e din pse dëgjova në thelb, kaluan edhe 3 vite të tjera. Në Itali jetoja si makinë, punë, shtëpi, lot. Nuk jetoja vetëm, por mbijetoja. Mbaja një fotografi të djalit në çantë dhe e puthja çdo natë. Një ditë mora në telefon shtëpinë dhe nuk u përgjigj askush. Telefonova prap asnjë gjë. Pas 2 ditësh më merr një komshie. Ajo fjali ma shkatroi jetën krejt. Mamaja jote
është larguar në Itali me një burr. Mbeta pa frym, po djali im, ajo heshti më tha nuk e dim. Më ra telefonin nga dora, fillova që të dridhesha, nuk ndjeja as këmbët e mia. Të nesërmen e lash punën dhe u ktheva me një herë. Kur shkova në shtëpi, dera ishte mbyllur, robori ishte bosh, rrobat e djalit nuk ishin askund. E lodrat e tij kishin humbur, sikur ai fëmit mos kishte ekzistuar kurrë. Pyeta të gjithë lagjen, disa thoshin e mori një grua kushërir, të tjerët e quan jashtë shtetit, disa vetëm e mbyllnin derën. Fillova që të kërkoja kudo. Shkova në polici, më thanë se nuk kishte dokumente të qarta, nuk dihej kush e kishte marrë fëmijën, nëna ime kishte lënë shumë pak gjurmë. E kërkova në Itali, mësova se mami ishte martuar me një burr më të madh dhe jetonte diku në veri. Kur më në fund e gjeta adresën dhe shkova atje, ajo nuk ishte më. Një fëqin më tha ka nikur para ca muajsh. Ishte si një lloj mallkimi. Nuk do të harroj kur momentin kur gjeta një fotografi të vjetër të djalit në valixhen e mamit. Në anën tjetër ishte shkruar me stilolaps, mos më haro. Aty u shemba krejt. Kam vite që e kërkoj, kam trokitur në 2 herë jetimoresh, kam pyetur njerëz, kam parë fytyra në rrugë, duke menduar se mos është ai sa herë shoh një djalë rreth 20 vjeç. Mua aty zemra më ndalon. Ndonjëherë mendoj po sikur të më ketë parë ndonjëherë dhe të mos më ketë njohur. Kam ruajtur çdo lodër të tij, çdo bluzë, edhe sot në dollapin tim ndodhet makina e vogël me të cilën ai flinte. Netëve nuk fle, vetëm shikoj tavanin dhe mendoj, a është gjallë, a ka ngrënë, a mendon se e braktisa. Kjo është ajo që më vret më së shumti. Mos vallë djali im mendon se nëna e la sepse nuk e donte. Jo birë, nëna jote iku sepse donte të jepte jetën më të mirë, por gaboj. Gabimi më i madh i jetës time ishte se mendova që koha nuk do të na ndante më. Mendova që sakrifica ime do të na bashkonte më shumë dhe nuk e kuptova që vitet larg një fëmije janë si plagë që thellohen çdo ditë. Kam mbetur vetëm, nuk kam krijuar më familje, nuk kam bërë më fëmijë sepse zemra ime ka mbetur tek ai djali i vogël që më përqafoi dhe më tha mami mos ik. Sot unë akoma e kërkoj fëmijën tim. Në çdo stacion autobusi, në çdo aeroport dhe në çdo fytyrë. Ndoshta një ditë do ta dëgjoj të më thras mami. Dhe atë ditë do i bie në gjunjë, do i kërkoj falje për gjithë vitet që nuk isha pranë tij, sepse një nën mund të jetoj pa bukë, pa gjurmë, pa lumturi, por jo pa ditur ku është fëmia i saj.